26 mars. Ta mbajmë veten në dashurinë e Perëndis. Mbajeni veten tuaj në dashuri të Perëndis, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetë të përjetshme. Juda 21. Edhe pse Perëndia është plotësisht i aftë, t'ju ruaj të papengueshëm dhe t'ju bëj të ngulmoni në besim, Juda 24, prap se prap, ai ju thërret që të luani një rol aktiv në vazhdimin e jetës së krishterë, do me thënë që ta mbani veten në dashurinë e tij. Ndjekja e dashurisë së Perëndis duhet të jetë e vazhdueshme në jetën tonë. Kjo është arsyeja pse Bibla ka kaq shumë për të thënë në lidhje me këtë. Nuk ka lundrim të lirë në ecjen e besimit. Besimi ynë nuk do të forcohet vetë. Atëherë, si mund ta mbajmë veten në dashurinë e Perëndis? Së pari, shkrimi na mëson se për ta ruajtur dashurinë tonë për Perëndin, ne duhet të vazhdojmë ta urrejmë çdo mëkat. Shih fjalët e urta 8:13, Psalmi 90:70, Romakëve 12:9. Nëse fillon të luash me mëkatin, ta inkurajosh atë ose t'i lejosh vetes të emocionohesh prej tij, dashuria jote për Perëndin do të dobësohet në mënyrë të pashmangshme. Së dyti, ne mund ta ushqejmë dashurinë tonë për Perëndin duke u kënaqur në porositë që ai i dha kishës. Për shembull, Jezusi e themeloi darkën e Zotit si një mjet përmes të cilit ai të takohet me ne në një mënyrë të veçantë, duke na treguar veten që ta njohim dashurinë e tij dhe ta duam atë gjithashtu. Ne vetë kemi të pamundur të ruajmë një marrëdhënie të shëndetshme me Perëndin, ndërkohë që shkëputemi nga mjetet e hirit që ai caktoi. Së treti, duhet të kujtojmë se mbajtja e vetes sonë në dashurinë e Perëndis nuk është vetëm një kërkim individual, por edhe një përpjekje e përbashkët. Ne shkojmë te Krishti individualisht, por nuk jetojmë të vetëm në të. Sigur të gjallë, ne po ndërtohemi për të qenë një shtëpi frymërore, me qëllim që të jemi një priftëri e shenjtë besimtarësh. 1 Pjetrit 2:5. Kultivimi i miqësive të thella dhe të sinqerta me të tjerë që e duan Perëndin na ndihmon për ta dashur atë. Marrëdhëniet rrallëherë janë neutrale. Nëse dëshirojmë të rritemi në besim, duhet të kërkojmë shoqërinë e miqve të perëndishëm. Rritja në besim kërkon veprim dhe llogaridhënie, mirë po kërkon edhe durim ndërsa presim mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetë të përjetshme. Jemi thirrur për të ndjekur një marrëdhënie në rritje e sipër me Atin tonë qiellor, duke u larguar nga mëkati dhe duke shijuar dhuratat e tij për krah të tjerëve që kanë një natyrë të re dhe brenda të cilëve banon fryma e shenjtë, ndërsa presim me padurim shpengimin e trupave tanë dhe përmbushjen e përsosur të qëllimeve të Perëndis. Romakëve 8:23. Prandaj, kryejeni shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje, se Perëndia është ai që vepron në ju. Filipianëve 2:12-13. Ne nuk punojmë për shpëtimin tonë, por e kryejmë atë në të gjitha fushat e jetës sonë. Çfarë mëkati duhet të luftosh? Në ç'mënyrë duhet të kërkosh miqësi të thellë të krishterë? Mbaje veten në dashuri të Perëndis.